Ke vuajtur në heshtje, ke mbajtur barë që askush nuk e di, ke qarë lot që askush nuk i ka parë, ke luftuar beteja që askush nuk i ka njohur. Dhe ndoshta ke pyetur, a e sheh Zoti këtë? A ka rëndësi vuajtja ime e heshtur? Sot, Zoti i përgjigjet kësaj pyetjeje me 7 premtime të fuqishme, shkruar pikërisht për ty, për ata që kanë vuajtur në heshtje. Qëndro deri në fund, sepse çdo premtim do të ndryshojë mënyrën se si sheh vuajtjen tënde përgjithmonë. Ka një lloj vuajtje që është ndër më të vështirat për ta mbajtur. Vuajtja e heshtur. Jo ajo vuajtja që shfaqet haptazi, që të tjerët e shohin dhe e njohin, or ajo vuajtja e brendshme, e fshehur, që mban vetëm kur je vetëm. Ajo dhimbje që buzëqesh mbi të kur je me njerëz, por që të copton nga brenda kur mbeten vetëm. Ajo barë që nuk ke guxuar t'ja tregosh askujt, nga frika se nuk do të kuptohesh, nga frika se do të gjykohesh, ose thjesht sepse nuk ke pasur dikë të besueshëm pranë. Mëse e njeh këtë ndjenjë, kjo video është shkruar pikërisht për ty. Zoti e sheh vuajtjen tënde të heshtur. E sheh çdo moment kur ke mbajtur syt hapur kur doje të qaje. E sheh çdo natë të gjatë. E sheh çdo betejë të luftuar vetëm. Dhe sot, ka 7 premtime të fuqishme që dëshiron t'i dërgoj direkt në zemrën tënde. Premtimi i parë, dhe ndoshta më i fuqishmi për ata që kanë vuajtur në heshtje, është ky. Zoti e sheh çdo lot që ke derdhur. Jo vetëm ato lot që ke derdhur haptas, por edhe ato lot të natës që i ke fshirë shpejt para se dikush t'i shihte. Edhe ato lot të brendshëm, ato dhimbje që kanë qenë kaq të thella sa as lot nuk kanë dalë, vetëm një rënkim i thellë i shpirtit. Shkrimet e shenjta na tregojnë se Zoti i ruan lotët tanë si të çmuara, si pasuri të shenjta. Çdo lot që ke derdhur në heshtje ka qenë i dëgjuar, i parë dhe i ruajtur nga Zoti. Dhe ky premtim vazhdon. Ata që mbjellin me lot do të korrin me gëzim. Çdo lot i yti është fare mbjell në tokën e bekimit. Dhe korrja e gëzimit po vjen, e mbushur, e plot dhe e mrekullueshme. Vuajtja jote e heshtur nuk ka qenë e kot. Çdo lot ka pasur kuptim dhe do të ketë shpërblim. Premtimi i dytë është një nga premtimet më të bukura dhe më të ngushëllueshme në gjithë shkrimet e shenjta. Zoti është afër atyre që kanë zemrën e thyer dhe shpëton ata që janë të shtypur në shpirt. Jo larg, jo i zënë me gjëra të tjera. Afër, pikërisht atje ku je ti tani, në atë dhomë, në atë heshtje, në atë moment kur ndihen më i vetëm se kurrë. Kjo është e kundërta e asaj që ndjejmë kur vuajmë. Kur vuajmë, ndjejmë se Zoti është larg, se qielli është i mbyllur, se lutjet tona nuk arrin askund. Por e vërteta është pikërisht e kundërta. Sa më e thyer të jetë zemra, aq më afër është Zoti. Thyerja e zemrës nuk të largon nga Zoti, ta afron, sepse zemra e thyer është zemra e hapur, dhe Zoti hyn nëpërmjet çarjeve. Nëse sot zemra jote është e thyer nga vuajtja e heshtur, dije se Zoti është pikërisht atje, brenda asaj thyerjeje, duke të mbajtur me dashuri të pafundme. Premtimi i tretë është ai që ndryshon perspektivën e gjithçkaje. Vuajtja jote e heshtur nuk do të humbas kurrë. Do të kthehet, do të transformohet, do të bëhet diçka kaq e mrekullueshme, sa vetë vuajtja do të ketë kuptim të ri dhe të thellë. Shkrimet e shenjta premtojnë qartë, vuajtjet e kohës së tashme nuk janë të krahasueshme me lavdin që do të zbulohet. Kjo do të thotë se çdo ditë dhimbjeje që ke kaluar në heshtje, çdo natë lotësh, çdo moment kur ke mbajtur barrën vetëm, ka një ekuivalent lavdie që po përgatitet për ty. Jo lavdi e vogël, jo kompensim i vogël, por lavdi kaq e madhe sa e gjithë vuajtja do të duket si hije e lehtë krahasuar me të. Mendoje si arin që kalon në përzjar. Zjarin nuk e shkatron, e pastron dhe e bën të vlefshëm. Vuajtja jote e heshtur po bën të njëjtën gjë, po të pastron, po të formoson, po të përgatit për lavdin që Zoti ka rezervuar pikërisht për ty. Dhe ajo lavdi po vjen. Premtimi i katërt është ai që zemra e çdo njeriu që ka vuajtur në heshtje ka nevojë të dëgjojë. Zoti që sheh në fshehtësi do të shpërblej haptas. Ke vuajtur në heshtje, ke sakrifikuar pa u njohur, ke dhënë pa marr, ke qenë besnik dhe besnike kur askush nuk shikonte. Ke bërë të drejtën kur ishte e vështirë dhe askush nuk e dinte. Ke mbajtur bare që nuk ishin të tuat. Ke falur kur nuk meritohej falja. Dhe ndoshta ndonjëherë ke pyetur, a ka rëndësi? A e vëren Zoti këtë? Po, e vëren çdo gjë. Dhe premtimi i tij është i qartë dhe i pathyeshëm. Çdo sakrificë e bërë në heshtje, çdo mirësi e dhënë pa u parë,
Çdo besnikëri e treguar kur askush nuk shikonte, do të shpërblehet haptas, para syve të gjithëve, në mënyrën më të papritur dhe më të mrekullueshme. Vuajtja jote e heshtur ka qenë investim, dhe Zoti po përgatit dividendet e tij të mrekullueshëm, pikërisht për ty. Premtimi i 5 është premtimi i forcës së re, dhe është premtim specifik për ata që janë lodhur nga vuajtja e gjatë dhe e heshtur. Zoti premton qartë: ata që presin Zotin do të rinovojnë forcën e tyre, do të ngjiten me krah si shqiponjat, do të vrapojnë dhe nuk do të lodhen, do të ecin dhe nuk do të rrëzohen. Ky premtim nuk është për ata që janë të fortë dhe të sigurt, është pikërisht për ata që janë të lodhur, ata që kanë mbajtur barrën e vuajtjes së heshtur për kaq gjatë sa ndjehen se nuk mund të ecin më asnjë hap. Zoti nuk kërkon nga ty të gjenerosh forcën vet, kërkon vetëm të presësh atë. Dhe ndërsa pret, ai vjen dhe mbush atë zbrazëti të lodhjes me forcën e tij hyjnore. Forcë që nuk është e jotja, por që vepron nëpërmjet teje. Forcë që të bën të bësh gjëra që vetë nuk mund të imagjinoje. Lodhja jote e sotme nuk është fundi, është fillimi i rinovimit më të madh shpirtëror të jetës sate. Premtimi i 6 është premtimi që shpirtrat e lënduar kanë nevojë më shumë se çdo gjë tjetër. Premtimi i shërimit të plot dhe të përjetshëm. Zoti premton: ai shëron të thyerit në zemër dhe lidh plagët e tyre. Jo disa plag, jo plagët e vogla. Të gjitha plagët, edhe ato më të thella, edhe ato që ke mbajtur fshehur për vite, edhe ato që nuk guxon t'i shohësh vet. Shërimi i Zotit nuk është sipërfaqësor, nuk mbulon dhimbjen me një shtresë të holl. Shkon drejt në rrënjë. Prek ato pjesë të shpirtit që askush tjetër nuk mund t'i arrijë. Shëron jo vetëm simptomën, por shkakun, dhe kur Zoti shëron, shëron plotësisht. Nuk lë mbetje dhimbjeje, nuk lë cicatrice shpirtërore, lë diçka akoma më të bukur se sa ishte para plagës. Ashtu si ari i rafinuar nga zjarri, del më i pastër dhe më i vlefshëm se para. Vuajtja jote e heshtur ka krijuar plagë të thella, por Zoti ka duart e mjaftueshme për t'i shëruar të gjitha, dhe shërimi yt i plot po vjen. Premtimi i 7 dhe final është premtimi që mbyll të gjitha premtimet e tjera me një hark të bukur shprese. Zoti premton një të ardhme të mbushur me shpresë për ata që kanë vuajtur në heshtje. Fjalët e tij janë të qarta dhe të pathyeshme, sepse di planet që kam për ju, plane për paqe dhe jo për të keqe, për t'ju dhënë një të ardhme dhe shpresë. Ky premtim është i jashtëzakonshëm, sepse vjen pikërisht pas periudhave të vuajtjes së heshtur. Zoti nuk thot: pasi të kaloj vuajtja do të kesh shpresë. Thot: edhe tani, edhe në mes të vuajtjes, unë kam plane shprese për ty. Të ardhmja jote nuk është e përcaktuar nga vuajtja e sotme, nuk është e përcaktuar nga dhimbja e djeshme, është e përcaktuar nga planet e Zotit, dhe ato plane janë të mbushura me paqe, me shpresë dhe me gjëra të mrekullueshme që sytë e tu nuk i kanë parë ende. Çdo gjë që ke kaluar në heshtje, çdo lot, çdo natë, çdo bar, ka qenë rruga drejt një të ardhmeje kaq të bukur sa vetpritja do të ketë kuptim kur ta shohësh. E ardhmja jote është e ndritshme. Zoti e ka garantuar. Tani që ke dëgjuar të 7 premtimet e Zotit për ata që kanë vuajtur në heshtje, pyetja e rëndësishme është kjo: si ti mbash këto premtime të gjalla dhe aktive në zemrën tënde çdo ditë? Sepse premtimet e Zotit nuk janë thjesht fjalë të bukura për t'i dëgjuar një herë dhe harruar. Janë armë shpirtërore që duhen mbajtur dhe përdorur çdo ditë të vuajtjes. Hapi i parë është t'i shkruash. Merre një fletore dhe shkruaj të 7 premtimet me dorën tënde. Ka diçka të fuqishme kur shkrimi i premtimeve të Zotit me dorën tënde i bën personal, konkret dhe të gjallë në mënyrë të re. Hapi i dytë është t'i lexosh çdo mëngjes, para se të fillojë dita, para se ankthi dhe stresi të kenë mundësi të hynë. Mbush mendjen me premtimet e Zotit para se bota të mbush me shqetësimet e saj. Hapi i tretë është t'i thuash me zë, foli premtimet me zë të lartë mbi situatën tënde. Fjalët e thëna me besim kanë fuqi të ndryshojnë atmosferën shpirtërore rreth teje. Hapi i katërt, falendero Zotin për çdo premtim, sikur të jetë realizuar tashmë. Mirënjohja para realizimit është shenja e besimit të thellë, dhe besimi i thellë lëviz malet. Kemi udhëtuar së bashku në për 7 premtime të fuqishme, që Zoti i ka lënë specifike për ty. Për ty që ke vuajtur në heshtje, që ke mbajtur barë të padukshme, që ke luftuar betejë që askush nuk i ka njohur. Ve shpresoj që sot zemra jote ka marrë diçka që nuk mund ta marrësh askund tjetër. Sigurinë se vuajtja jote e heshtur nuk është e padukshme për Zotin. Ai e shet çdo lot.
është afër çdo thyerjeje. Do të kthej çdo vuajtje në lavdi. Do të shpërblej çdo sakrificë të heshtur. Do të rinovoj çdo forcë të lodhur. Do të shëroj çdo plagë të thellë. Dhe ka planifikuar për ty një të ardhme të mbushur me shpresë dhe paqe të pafundme. Këto nuk janë fjalë ngushëlluese. Janë premtime të Zotit të gjithësisë. Premtime të bëra me autoritetin e Atij që ka krijuar çdo yll, çdo det, çdo grimc të ekzistencës. Dhe ai që ka fuqinë të krijojë gjithçka, ka edhe fuqinë të mbajë çdo premtim që të ka bërë ty. Sot dua të lë me një gjest të thjeshtë por të fuqishëm. Vrej dorën mbi zemër, pikërisht tani, dhe thuaj Zotit: faleminderit që e sheh vuajtjen time të heshtur. Faleminderit për këto 7 premtime. Zgjedh t'i besoj, edhe kur nuk shoh, edhe kur dhemb, edhe kur nuk kuptoj, sepse ti je besnik dhe premtimet e tua nuk dështojnë kurrë. Nëse kjo video preku zemën tënde sot, shkruaj në komente premtimin që të preku më shumë. Dua ta di cili premtim zemra jote kishte nevojë më shumë ta dëgjonte sot. Ndaje këtë video me dikë që po vua në heshtje sot, sepse ndoshta ti je mënyra që Zoti po përdor për t'i dërguar këto premtime atij personi. Abonohu dhe aktivizo njoftimet, sepse çdo javë kemi mesazhe të reja që mund të ndryshojnë jetën tënde. Dhe mbaj mend gjithmonë, vuajtja jote e heshtur nuk është e padukshme. Zoti e sheh, Zoti e njeh, dhe Zoti do ta shpërblej me bollëk të pafundme dhe në kohën e tij të përsosur.